ne nuk e tolerojmë njëri tjetrin, ne bashkëjetojmë në harmoni me njëri tjetrin. Doja të më tregoje pak si përjetohet ky muaj edhe te komuniteti juaj dhe sigurisht të marrim disa mesazhe urimi për të gjithë besimtarët musliman që janë në agjerim këtë muaj. Ashtu siç e thotë edhe ju përpara, kam përshtypjen se nuk duhet të rreshtim, ta themi, ta pohojmë tjerë krenarë që kemi një kom dhe një vend ku festat nuk i përkasin vetëm bigujt. Ashtu siç pashtë e Krishtlindjet nuk janë festat vetëm katolikëve, por ato marrin një kuptim të jashtëzakonshëm prej pjesëmarrjeve dhe urimeve të vëllezërve musliman nëpër familjet tona. E njëjta gjë jam i bindur që edhe muaji Ramazanit nuk është vetëm muaji muslimanëve, nuk është vetëm muaji vëllezërve tonë musliman, por është muaji të gjithë neve që gëzohemi duke pa gëzimin e vëllezërve tanë. Një vëlla ontologjikisht e biologjikisht nuk mund të jetë kurrë i palumtur kur shikon vllain e vet të lumtur e kur shikon vllain e vet në një proces. Prandaj në këtë aspekt kam përshtypjen që të gjithë jemi bashkëpunëtar. Ndërsa këtë ditë jemi në hyrje fillimin e Ramazanit, mu më vinë në mend ato tregimet e gjyshit, tregimet e parëve të mi, familjarëve të mi, gjatë i muajit më tregonin kur e dinim që në kohën e komunizmit, fatkeqësisht një kohë ateiste për Shqipërinë, kur ne e dinim se jemi në këtë muaj, kishim kujdes, mos hanim as mos pinim ujë, e të evitonin edhe dohanin, por në kooperativa apo me miqtë e me vëllezërit tonë musliman. Kjo për me tregu atë shenjën e sensibilitetit vllazënor ku ti bahesh dorë për atë çka jeton tjetri, ku ti gëzon për atë çka gëzon tjetri dhe impenjohesh për atë çka impenjon tjetri. Prandaj po diskutojmë që klima e këtij muaji është e përbashkët, është një klimë që të gjithë e bashkëtojmë, që të gjithë përpiqemi në një farë mënyrë të bahemi ai tjetri duhur e i nevojshëm që vëllezërit ta jetojnë në mënyrë të domosdoshme dhe në mënyrë të detyrueshme, në mënyrë të duhur atë çka profesion ky muaj.